Shiko që si është 200.000. Si lidhë duhani, duket poshtë, shiko këtu. Për të bëj pyetje, qa mungon Spitali Lushe sot? Hajde që këtu hajde. Vor letër duhani, shiko që hek është të lodhur kare, shiko. Ha. Pas pastrimit. Alkoli, vigoni, edhe këto dorezat, se ka dalë Barsalet atje. I thot doktor Resha, infermieres, bjera qik alkolin, pa mbukën me alkol, shikoni infermiera vje vërdat s'ka alkol o pingat. Po bjera pra shpejt, e lynë në ujë, kush ma ka lanë hapur alkolin se ka ik era. Deri Barsalet është këthyrën në spitalin e Lushnjës kjo se s'ka se alkol. Gjota një qa mungon, se dole këtu dhe the që janë gjitha, shumë mirë, e unë po t'i elenkoj, paracetamol intravenoz, për temperaturë të lartë dhe dhimbje. Omeprazol intravenoz, tramadol ampull. Unë kërkoj ndjes sepse nuk jam mjek, por do të kërkoj ndjes për diklofenak ampull, buscopan ampull, prometazin ampull, amiodorone ampull, vigonat, surumet e ringer, sidomos vigonat në pediatri, antibiotiku levofloxacin intravenoz, antibiotiku amikacin, antibiotiku cefriaxon intravenoz. Mungojnë. Quvurria ka zgjidhje, dhe zgjidhja vetme që është si që do t'ja u tregojmë gjithë, është djegja. Pra, hapja kanaleve me djegje, djega kalamjave me djegje. Qeveria jo nuk arrin do të bëj as gjë tjetër, as t'i pastroj, as t'i rregulloj, por vetëm t'i djegi. Zgjidhje shpejt, sakt dhe pa gabime me kosto zero për qeverinë që mund të vënë zjarrin çdo njeriu që kalon këtu dhe mund të marrim qafë dhe shtyllat elektrike. Tani ne do vemi tek një pjesë tjetër. Përshëndetje prap. Këtu para 2 muajsh kam ngritur një shqetësim, 2 shqetësime. E para njerë mos pastrimi këtyre kanaleve, simulon të ferra, sepse kjo zonë këtu përmbyt, që nga vitit 82 që ishte përmbyt kur, dhe u përmbyt. E para një fermerët nuk ka marrë asë lloj ndihmë, asë lloj subvencioni nga përmbytjet që ndodhen, por nga ana tjetër ngrita shqetësimin e kanaleve, që kishte mbulur kallami. Shiko se është kallami nga ana tjetër, si ka ardhur dhe urdhëro kallami këtu, që ka vën rrezik patjetër dhe rrjetin elektrik. Dhe po të shikoni këte janë ato, është i njëjti moment ku ke bërë shullat e Karakacit, edhe pse ja trekum shokut Karakacit
se ka ca mishkonja këtu të një, ja të gum shokut Karakaçe si janë, kape pak si janë. Nuk ka ardhur shoku Karakaç për 2 muaj të drejtoj, ja, si a qëllon dote. Si a qëllon dote, se ka punë mlaja, tani që ka i nga Lusha. Urdhro Karakaç prap, nga jo situatë, ishte kallami këtu, nuk duke shkjo këtu, urdhro si ka marrë zjarë, pi kuj këtu, hajde këtu, hajde, se si pasoj edhe sa qarës dikës, urdhro? Që si ka ngellë fermerët e Myzeqes? Alo, qiviri, oj qiviri, dua nuj se o thatësirë. Urdhro, si u thaktë, urdhro. Urdhro ato të rëzurat, urdhro këto djegrat. Kjo është qeveria, prandaj duhet me dalë shesh, prandaj duhet me qenë atje, me i thënë i diti me par Ramës, aj tu dhe marë mik, bol, se është bol, na lodhe. Kjo është qeveria jote, urdhro si e ke, marume. Urdhro. Si ka situatër, zhgo kua majtë. Me gjithë gjunëtime, urdhro, gjithë djegjet, që si ka kalu, që si për gjithë situata. Kjo është situata e zonës tanës. U përmyt njërë kjo. U përmyt kjo në dimër, sotu qatë dika nuk... Thatësirë në behar, përmytje në dimër, thatësirë në behar, se po ikën ujë thanës kotë. Hajde bos, hajde Raman, hajde që ju bëjnë një këshurën, që? Me kaqe? Po me kaqe, me qa? Ishte qarë pra atje kanalit, diga? Kamran. Po tha po punojmë 24 orë, tha e? Kuse? Po qëla po zë, mana... Po punojmë 24 orë. Ne na po vim ne këtu po rrim. Shko kalami e të që nuk... Po i ik shpejti se dali qakejnë. Po ikju mësaj. Se më kanë në qak... Mana ham qakejnë. Ha, gjithë mira. Një mëgjes, dite djel, nga Lusha, mëgjes. I temi këtyre qivëris, bashkis, se mos jam plazh, ta fali se ha prishën ditën. Urdhro. Jemi per Rotondo Plasmasit, tu të lagjet Gjendina Pravishta, të kanali matë, shiko që të uret vëdisin për staj toga, shiko që kemi situatën, qajër e shvirë, gjithë halë fekale këtu është kërë, shiko, është aposu. Beri ne punë, maroni plazhin sot, nuk diskutohet, shëllehun i ndja, nesër në gjesë, jeni të butër, se të rëmosën njerëzit këtu, ti pastronë, që shiko që ka vajtë dhe shtuj për zotë i skandal petrol, se paguajnë gjitha dhe taks pastrimi dhe gjithë përimi, o do marru këtë. Takojme ditën e henë, masë keni marru plazhin, për pashë.